në Klan Kosova. Përshëndetje, faleminderit shumë për thirrje. Gjithashtu pjesë e këtij paneli mbetet edhe miku i emisionit tonë, zotëria Azran Shala. Atëre, zonja Baje, po e nisi me ju, sepse natyrisht kemi nevojë për një sqarim, pra është një kushtzim nga ana juaj që nuk do të pranonit që të votonit një qeveri të re pa u plotësuar kushti për një komunë bosnjake. Është kjo qëndrimi juaj që ta kemi një konfirmim? Po, këto kam deklaruar edhe këto është domethënë qëndrimi edhe temë edhe partisë teme. Në fakt këto nuk duhet me qenë si thirrun kusht, sepse na kemi ligj, edhe në bazë të ligjit secili kryeministër është obligum me ul, domethënë me komunitet cili plotson kushtet me numri e popullsisë edhe me bisedo për formimin i qeverisë. Domethënë unë veç kam lup diçka çka është legale, është në baza e ligjeve të cili është aktuel, edhe cili janë aktiv në Kosovë, dhe kur gjumë ma shumë, por deri tash domethënë këto nuk është kushtin cili unë tash kam dalë me këtë kusht. Domethënë, në është kërkesa e bosnjakëve praktikisht që gati 20 vite këtu në Kosovë. Zonja Balje, është kërkesa apo është kusht kjo? Është, në fakt është, sepse kam pas se nuk kanë pas ndaj disponim, ata, qyre, unë e kam dalë me këto, ata mundën me marrë ose me kusht, ose si kërkes, qysh donë ata, por... Jo, zonja Balje, me qenë se jo keni thënë këtë gjë, ju e dini më mirë në qoftë se është kërkesa apo është kushtzim? Kush do të na jap tjetër këtë përgjigje? Është kusht. Është kusht, okej. Se për mu, do më thonë, unë jam në Kuvendi Kosovës me vota e bosnjakëve, kam qenë shumë, do më thonë, me bosnjakëve praktikisht gati fushat 2-3 muj, edhe me se cili bosnjakë se cili kam full, do më thonë, kërkesa për formimi i komuna për neve këtu në Kosovë, ka qenë praktikisht pika e parë. Zonja Balje, që ta kemi të qartë, çka do të përfshinte kjo komunë bosnjake dhe si do të identifikohej, çka është kërkesa juaj saktësisht? Une këtu, do më thonë, nuk ka kërkesa teme. Do më thonë, është kërkesa edhe une veç po du me respektu ligjin në Kosovë. Do më thonë, une nuk kam dalë me diçka ilegale, ose nuk kam dalë me shka e re, do më thonë, Kosova ka formu shumë, do më thonë, ka formu komuna për komuniteti turk, pa marë parasysh se ata me numri e popullsisë janë shumë ma pak se na. Do më thonë, na si bosnjak jemi pas shqiptarëve dhe sërbë e tretë me numri e popullsisë. Tash kur, do më thonë, sërbët ka bojkotu, do më thonë, regjistrimi e popullsisë, na faktikisht jemi pas shqiptarëve e dytë. Edhe kemi qenë procesi, kemi qenë involvu në secili proces në Kosovë. Jemi një komunitet autohton, kemi qenë në Kosovë me histori, edhe pare luftës, do më thonë, edhe në koha e luftës, edhe pas luftës, do më thonë, bosnjak kanë bosnjak cili kanë nënshkru deklarata e pavarësisë, kemi qenë pjesë e procesit, kur nuk kemi punu. Zonja Balje, edhe një pyetje tjetër, a bëhet fjalë për një autonomi apo çka? Kosovë ka borç një komune e bosnjakëve. E qartë. Po shka borç? Po, mirë, po zotri Shala, çfarë është e pyetja? E para unë do të mi pa një kriterat kushtetuese, a i plotëson një grupacion... Jo, base kishe një pyetje për Jo, pse i ka borç o pyetje ndaj zonjës deputete? Cili është borçi i Kosovës që e ka ndaj bosnjakëve? Sepse kemi qenë, jemi e kena me qenë këtu. Jemi me numri popullsisë. Ekzoni çdo drejt që e ka çdo pakicë tjetër, çdo minoritet tjetër. Se jeni këtu, çka i vjen kjo? Do më thonë, na veç kemi kërkesa në baze e ligjit, s'kam shka me full ma shumë. Respektoni ligjin. Respekto ligjin, bre. Azren, me gjitha të Duda Balje përfaqëson një kategori të njerëzve. Dhe Duda në këtë rast, si deputete u obligohet njerëzve që e votojnë. Që kjo u ka preduar këtë njerëzve që votojnë. Nuk kem kundër kërkesës, kërkesa është legjitime, gjithë kush ka drejt. Po na limi këqyr njerë çfarë kritere kushtetuese plotson kjo. Le ta pyesim Dudën, le ta pyesim zonjën Balje, a ndjen të rrezikuar nga dikush që po kërkojnë këtë komunë bosnjake? A ka ndonjë arsye të rrezikut? Dëgjoni, nëse bënë fol, cili është territori? Do të mi pa këto kriterje, sa do të pas territor caktuar, sa do të thonë numri i banorëve që e plotson kushtin
por me boni komunë, çfarë është mamusha në Prizren? Të drejta që i thon kjo komunë. Po pra, mirë po, unë e menoj që me kushtetut Kosovës, çdo pakic etnike, çdo minoritet në Kosovë gëzon drejtat plota. S'kum pa në diskriminim kushtetues, që këta mi shty me bon dhe këtë mbrojtje, me marrë formën e një organizimi komunal. Por mua është tepër. Jo precedent i rrezikshëm anaj. Zonja etnia i krijon mundësi këto me bon komunal. Zonja Balje, na dëgjoj deri në këto momente. Tash na jemi të fol, domethënë në mungesa e informacioneve për anën e tjetër. Domethënë, ekziston ligji. Edhe në ligj, në mënyra taksative kanë caktu, domethënë kushtat cili një komunitet duhet me plotsu me pas një komunë. Edhe unë jam rregull, unë e respektoj ligjit, unë e po du krejt në baza e ligjit. Ligji, apo me ditë se di. Edhe hajde, domethënë kërkesat e me ka qenë kush e kryeministër pa marrë parasysh. Okej, kam dy pyetje për Baljen. Ulu me neve në bazë e ligjit, në fakt je obligum në bazë e ligjit. Hajde ul me neve, na kena me dalë në terren. Hajde na e këqurim. Edhe territor, edhe kushtat, a jemi financiarisht pavarur, a mundemi me ekzistu. Qyre, para disa vite... Ku e kini territorin? Ku e synoni territorin, zoj? Territorin ku e synoni? Sa është numri i banorëve? Le ta dëgjojmë, Azren, le ta dëgjojmë. Mos po përgjigjot. Para disa vite ka qenë një, domethënë, iniciativ mes Ministria për Pushteti Lokal, edhe na me disa eksperta prej Shqipërisë, kanë formut ekipin, edhe unë e kam qenë pjesë e këtë ekipin, edhe kemi dalë në terren, edhe kemi këqyrë kushtat. E këto unë e du. Hajde në bazë e ligjit, ti e kryeministër, hajde formon një grup. Po, a mund t'ju shtroj dy pyetje, zonja Balje? Regull, na unë e veç po du, e qartë, legjitime, absolutisht po. Legjitime nga ana juaj ta bëni kërkesën. Askush s'po e konteston këtë pjesë. Ne vetëm po mundohemi të nxjerrim disa përgjigje në disa pyetje që kemi. Ta zëm, për shembull, ka pasur komente, ka pasur analiza në rrjet për këtë kërkesë tuajën që po e kopjoni Beogradit. Si përgjigjeni atyre që ua kanë bërë këtë pyetje? Ua kanë bërë këtë pyetje. Kosova veç pak, është pa logjik. Kërkesat e Beogradit, kërkesat e Beogradit. Par nuk e lejoj dikush mu si komuniteti bošnjak me përzi me komuniteti sërb në Kosovë. Nuk lejoj. Nuk e përziti kërkush komunitetin bošnjak me komunitetin sërb. Zonja Balje, të lutem, zonja Balje, nuk merremi vesh bashk. Kërkush nuk e përziti këto dy komunitete. Kosova ka formu komuna e re e sërbave, por une nuk e përzi atje as nuk po më